Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kam patur ndërmend që të bëja video tjetër, jo video vlog përsëri, por duke qenë se këto ditë jam jo e ngarkuar, por jam e mbytur si asnjëherë. Imagjinoni shtëpia është sikur ka plas bomb. Nuk kam pat kohë fare për shtëpinë. Rrobat këtu janë që keni parë herën e fundit, por siç do shikoni në vazhdim, është hapur festa e luleve në Shkodër, që me datën 1 maj, pra ne me datën 1 maj kemi dalë me veshjet e saudezes në bashkëpunim me Lule Delen dhe do ta shikoni në vazhdim, vetëm kaq po ju them tani për momentin. Nuk është se kishim plan dhe çdo gjë është bërë në moment të fundit. Tani kanë kaluar 3 ditë, pra ne kemi qenë 3 ditë vazhdimisht, data 1, datën 2, datën 3 në pedonale dhe do ta shikoni në vazhdim se sa bukur veshjet, kombinimet, çdo gjë ka dalë shumë bukur, por dua t'ju them që çdo gjë ishte pa plan dhe ka dalë si pa plan, domethënë ka dalë super bukur. Dhe të përshëndes dhe gjithë njerëzit që kanë ardhur dhe më kanë përshëndetur atje. Dhe sot është dita e parafundit. Sot kemi ditën retro dhe kemi bërë veshje. Kam ja 3-4 ditë pa gjumë, domethënë. 4 më duket, 4 natë pa gjumë, sepse vazhdimisht mendoj se çfarë do i veshi vajzave, si do bëhet kombinimi. Jemi lodhur, jemi strapacuar, por ka dalë çdo gjë shumë bukur. Po ju lej njërë qikoni këto ditë se që kemi bërë dhe pastaj ju them përsëri se që do bëhet sot. Bravo, shumë bukur.
që pat, nuk e di, unë jam shumë e lumtur sepse të gjithë njerëzit që kalonin e pëlqyen pa fund idenë dhe doli shumë bukur çdo gjë. Por tani jam e stresuar sepse jemi në ditën e retros, pra këtu në Shkodër do vinë shumë njerëz nga gjithë Shqipëria me tren dhe do jenë gjithë të veshur me stilin e viteve 20-30. Keni parasysh me të puplat në kokë, me ato fustanet me thak, me ato që janë si cigare kështu të gjata, ruaza, gjëra kështu. Zakonisht ato veshje janë të zeza, ngjyra të errta, por unë i kam sjell jam munduar domethënë t'i sjell vitet 20, atë mod ta sjell në 2025-ën. Dhe çdo gjë është krijuar dje dhe sot. Domethënë dje mu krijua idea, sepse më thanë që duhet të bëj disa veshje për ditën retro, dhe sot gjithë ditën jemi marrë vetëm ato veshje. Kanë dalë perl, vetëm kaq, dua t'ju them, kanë dalë super bukra, më të bukra se që kisha imagjinuar. Vdiqja për gjumë, t'ju them të drejtën, kanë filluar të më bien baterit, por duhet ta mbaj veten dhe tani duhet bëjmë gati që të shkojmë te trena dhe të presim njerëzit që na vinë nga gjithë Shqipëria. Bezi pres, por jam edhe shumë e stresuar, më uroni fat pa i bërë skip videos. Tani do ketë kaluar, por gjithsesi unë atë energjinë sikur më duket sikur e marr dhe pse ka kaluar. Shkoni pak që rrumuj e bet. Sot i madh. Kam nevojë për ndihmë tani. Eli po bëhet gati. Poshtë i kam thënë të bëj një kështu wet look që t'i përshtatem kohës. Dhe tani unë vetëm do përshtatem me ngjyrën. Do më thënë, do vesh diçka pistakjo, sepse unë jam prapa skena. Unë, dhe pse më thonë gjithë që duhet futem dhe para, por jam designer, duhet të rrim brapa dhe të shikoj nëse çdo gjë është okej, të shikoj videot, fotot, planet dhe çdo gjë. Kështu që preferoj gjithmonë në këto raste kaq të rëndësishme të jem në mbrapa dhe të kem gjërat në kontroll, kuptoni? Dhe pse do kisha mundësi të bëja veshje dhe për veten dhe të dilja dhe unë me vajzat, por s'ka gjë të shkelqin vajzat bashkë me veshjet dhe dekoret e luledeles. Hajtë të ardhme të Ili! Hajde më para, më si bjen dielli, ha. Si është programi?
Mirëmëngjesi. Jemi ditën e fundit, mirëmëngjesi Agile. Mirëmëngjesi. Dhe do vish na shikosh ti? Ku? Do vish na shikosh po jo? Se di. Asnjë ditë nuk na ka ardhur na shikoj. Është dita e fundit, kështu që Erdha e kalum. Erdhe dje? Po. Po dje s'të pashun. Po kishte shumë njerëz dhe ika. Ka dje ishte, domethënë dje që ishte më e bukura nuk erdhi, që ishte dita retro, swings. Dita swings, si ta them, nese. Iku jam përgjumsh njerëz. Kemi një ditë shumë të gjatë. Do flesh prapë? Po. Flet prapë. Mirë. Okej.
Që e pak më kam henjë është më kam. Se go që ko kriju krijan kam me ilin tjetër. Sa të bukura. Një ferë në mes luleve. Një ferë në mes luleve. Lulle pa penalitas? Hajde kuke ferra. Hajde kuke ferra. Ojta, kaloni pak. Edhe këtu vajza. A ke qenë të nështë të karritja? Apo ke qenë vesh me Edin? Elia, unë është Misi. Sapo mbaruam më në fund. Doli çdo gjë mirë, nuk e di a ka kap doni në një gjë video se unë s'kam bërë asgjë. Domethënë vetëm vajzat bëja video, nuk është se kam bërë vlog, po gjithsesi kam disa sekuenca dhe se mos filloni se nuk kam fare lidhje me parti, nuk është se dhe t'ju them drejtën dhe nuk votoj, ndoshta duhet, por në shumicën e rasteve duke qenë se unë gjithmonë kam qenë jashtë shtetit, nuk kam fare lidhje me parti, po thjesht kryeministri kalovi në atë kohë që ne po bënim photoshooting vajzat siç ishim çdo ditë aty dhe tërhoqën vëmendjen vajzat si gjithmonë dhe unë që bëri foto me vajzat. Doli çdo gjë ka dalë shumë bukur, e mbyllëm sot. Faleminderit të gjithëve ju që keni ndaluar dhe keni bërë foto me ne. Tani duhet vazhdoj punën porosit se jam shumë brapa me porosit njerës. Duhet kapet shtëpinë në dorë se bëhet sikur ka plas bomba kaq ditë këtu duke s'kam pas kohë të bëj asgjë. S'kam pas kohë të flexoj me ta bukjo më. Pash në makina kur po shoqëroja vajzat që në një vend kishte kumblla të mbaja, ose të madh, sa mbezdis kjo gjëja këtu, që se ka ish doni akoma. Dhe i thash doni të lutem, meritoj 1 kilo kumblla t'ja për vete. Thani. Kam ardhur te Saudeza dhe po bëj disa porosi, domethënë po pres porosi. Akoma nuk jam mësuar këtu tek
vendi i ri ku jemi dhe akoma më duket, nuk e di kur do mësohem. Harroj ku kemi gjerat, harroj, po si që shikoni kam shumë dritë këtu, kështu që kam shumë kollaj edhe kur pres. Bani me darkave atere, kur isha të Saudeza, tek vendi vjetër, se sa errësirë ka qenë darkave, dhe pse gjatë ditës ka pas dritë shumë të mirë, duke qenë se kemi pas kudo dritare. E kam mbajt mbrapsht tani këtë copën unë, edhe se kam fare mbarë për të prerë. Nuk e keni idenë se sa më keni lumturuar të gjithë Gjerastin, që të falenderoj të gjithë ju që keni ardhur dhe keni bërë foto në pedonale këtu në Shkodër, që më keni takuar dhe keni qenë dhe shumë jo shkodran, keni qenë dhe shumë të vendet të tjera të Shqipërisë që keni ardhur dhe më keni lumturuar pafund kur keni ardhur dhe keni kërkuar foto që kemi bërë bashkë. Dhe uroj të bëjmë dhe evente të tjera që të takohemi përsëri. Do më thoni pse si ju kisha thënë më përpara, por si që thash nuk kam qenë fare përgatitur, nuk është se kam patur në plan, u bë çdo gjë moment të fundit. Si gjithmonë, editimi bet moment të fundit dhe si gjithmonë Daisy nuk ka bërë mbyllje. Të ulem pak të poshtë. Ma vendos dhe këtë kështu. Okej. Atëherë, të themi dy fjalë. Si fillim, siç po editoja, jam emocionuar përsëri, pa mas, nuk e keni idenë. Dhe t'ju them pak a shumë dy fjalë për gjithë eventin. Nuk e keni idenë se si jam ndjerë në momentin kur banda kërkovi vajzat që të dilnin para paradës, para do me thënë muzikantëve, dhe të hecnin ato përpara dhe banda t'ishte mbrapa dhe gjithë pasaj grupi që kishte ardhur, gjithë njerëzit që kishin ardhur nga vende të ndryshme të Shqipërisë dhe kishte edhe shumë turista të huaj që ishin veshur me veshje vintage dhe veshje retro të viteve 30. U ndjeva po dridhesha në një moment, u emocionova dhe fillova të qaja, më mbushën sytë me lotë, sepse më dukshën atë moment kur gjithë njerëzit shikonin vajzat që ishin para bandës dhe po hecnin, sikur po përfaqësonim gjithë atë festën që ishte organizuar dhe gjithë qytetin tonë. Ashtu ndjeva, nuk e keni idenë, jam lumturuar pa mas, jam emocionuar shumë. Dhe nuk kam për të harruar këtë ditë, sidomos ditën retro. Gjitha ditët kanë qenë shumë të bukura, po sidomos ditën retro e kam shijuar në maksimum. Nëse do ta kisha organizuar, jam e sigurt që do ta kisha përjetuar shumë stres. Më mirë që u bë kështu dhe na erdhi e papritur dhe morëm pjesë, sepse siç ju thash, nëse do ta kisha organizuar një javë para do isha tërë stres, sa do t'i vesh, dhe ndoshta dhe s'do kishte dalë kaq bukur sa doli. Do të thënë, e fillova thash, ok, do dal vetëm me data 1, lule delen, paradite, gjatë paradites, ok, dolëm, thash një natë para do me thënë që gjeta dhe vajzat që do merrin pjesë, vendosa veshjet që do veshin, si për fatin tim të mirë shoqyr, secilës i shkonte shumë veshja që zgjodha për te. Pasi mbaruam, kisha zgjedhur siç e pat ditën e parë pistakjo dhe të verdh, pasi mbaruam paradite që shpërndavëm dhe lule, pati impakt shumë pozitiv dhe të gjithë e shijuan shumë dhe na thanë të dalim dhe mbas dite. Okej, thash, po dal edhe mbas dite. Dola edhe mbas dite atë ditë dhe thash, s'kam veshje. Nuk po dija se nuk kam çat t'i vesh vajzave, thoja. Jo po gjet diçka, jo po mos e le pa dal, sepse shpëlqyer shumë, jo kërkojnë andaj këtej, okej, thashun, po sajoj diçka. Sajova bardhezi, siç e pat, normal që edhe Ariola që është një artiste në punën që bën me lulet, ndrovi përsëri dekor, edhe thyenim pak atë bardhezin me ngjyrën pjeshk që zgjodhi
Ariola dhe për pjesën e dekorit e kam fjalën mbas dite. Mbaruam dhe atë natë thash, ok, tani do ikin shtëpi, iku stresi, iku lodhja, doli çdo gjë mirë. Më thotë Ariola për natën greke, dilte për natën greke se do jetë bukur. Thash, ok, do dal sepse më inspiron, duke qenë se jam rritur në Greqi dhe mund të bëj diçka, kështu që thash, ok, për natën greke do bëjmë bardhë dhe blu, siç është dhe flamuri grek, do t'i përshtatemi domethënë Greqisë. Dhe siç e pat, përsëri unë një natë pa gjumë, duke menduar se çfarë do t'i veshim vajzave. Ok, bardhë dhe blu, por nuk është se kisha shumë veshje. Moment fundit kam sajuar atë fustanin që kishte veshur Eli me ato gold këtu, që kujtonte shumë edhe gërsheta tuanësore, kujtonte shumë stilin grek. Dhe ok, doli super bukur edhe nata greke, pastaj për natën retro më thanë të dal përsëri. Ok, thashun, edhe nëse dal, e kisha me dy mendje, t'ju them drejtën, s'doja në fillim të dilja, edhe nëse dal, çfarë bëj unë se nuk kam asnjë veshje që të përshtatet të retros tash. Kisha parë një material para disa kohësh që kisha pyetur, edhe direkt më vajti mendja te ai materiali që kisha parë me thakët. Thash, ok, po sikur shkoj të marr materialin dhe të bëj vajzave në një veshje. Morë materialin, i kemi bërë brenda ditës gjitha veshjet, kemi dalë shumë shpejt. Kam lodhur dhe vajzët e Saudezës dhe Seldën, gjithi kam lodhur këto kohë, mirë veten, se vetë okej. Është normale të lodh veten pa gjumësia dhe këto, po taksirat dhe tjerët. Dhe bërëm dhe veshjet retro. Pastaj, që në momentin që u bën veshjet, nuk e të keni idenë që në atë moment fillova ta merja shumë me gëzim edhe thoja, ok, këtë ditë do ta shijojmë. Siç e pat, pastaj vajta mora dhe rretha në xhambu, kam marrë dhe nga ato shkopin për sushi që të bënim ato si cigaret holla që ishin atëherë, se nuk gjeja, nuk isha e përgatitur, nuk kisha ku t'i gjeja. Mora dhe rretha, t'i çova te Ariola, Ariola vendosi ato puplat dhe kordelen e luledeles këtu, që shkonte fiks, po ishte fiks e njëjta ngjyrë me fustanet që bera. Kot që doj. Shkovi, do më thënë, nuk e di aq perfekt kombinimi me veshjen, gjithë gjëja që bëri në kokë dhe Ariola e luledeles. Dhe pastaj siç e pat dhe jo u kënaqëm, u emocionova pafund. Dhe dita fundit ishte me të kuq edhe të bardhë, sepse të kuqja nuk e kisha përdor fare. Kështu që thash, ok, me që se kemi përdorim dhe të kuqen, do fus dhe të bardhën, që bëran për ditën e fundit? Po, kam qepur vetëm kostumin e bardhë. Qa kam bërun? Ditën e fundit, kemi patur 2 kostumet e kuq, edhe ato 2 veshjet e bardha, i sajova pra moment fundit ato, por që doli shumë bukur, edhe mbyllja do më thënë ishte super bukur. Në nderovi dhe kryeministri që ka lovi në atë kohë dhe panda lovi, e pëlqeu shumë, me sa duket, dekorin dhe veshjet dhe ulberi foto. Në fakt, besoj ka rënë në sy, sepse e kishte ditën e parë që kishim dalë dhe kemi bërë ato veshjet me të verdh edhe pistakjo, pra datë 1, e kishte postuar videon ton, kishte marrë videon ton sepse u bë virale dhe kishte marrë kryeministri dhe kishte postuar tek faqja e tij. Dhe besoj atë ditë kur kaloi ditën e fundit që kishim të kuqen dhe të bardhën, i ranë në sy, sepse tha, këto do jenë ato vajzat që ishin veshur atë ditë dhe kanë shpërdar lule dhe bëri foto. Dhe ka postuar dhe të faqja e tij foton, kështu që shkoni shikojni dhe komentoni vajzat e bukura tona. Tani na pret një punë e gjatë, sepse kam një program shumë të ngarkuar në vazhdim, do rregullohet dyqani. Nesër kam shumë gjëra për të bërë, kështu që nga ju çfarë dua unë? Dua që të bëni subscribe. Ju lutem, sepse kam shumë dëshirë që të shkojmë në 10.000 subscribers këtë ditë.
Pastaj like, komentoni çfarë të doni, më komentoni, më thoni në koment nëse ju pëlqeu apo jo gjithë eventi, gjithë gjëja që bërëm. Dhe ju kërkoj ndjesë, nuk është se kam qenë e organizuar dhe nuk është se kam bërë në një vlog të hajrit, po të paktën do ta kemi kujtim dhe t'ju jep edhe ju një shije nga ajo gjëja që përjetova. Dhe kaq, do shihemi në videon e radhës Angels. Uroj t'jeni kënaqur për mua. Ju dua. Pashim.